Sot në podcastin tonë Shkëndi të kemi bashkëthemeluesen e Nine Hana, Adela Lamçe. Nine Hana ka një surprizë. Së pari, unë do doja që Adela të prezantonte veten e vet dhe pse Nine Hana? Çfarë fshihet mbas kësaj? Atëherë shumë faleminderit për ftesën dhe shumë kënaqësi që jam në podcastin tuaj për të ndarë eksperiencën time, po edhe për të dhënë mesazhe sa më të vlefshme për të rinjtë si unë. Unë jam Adela, jam studente e shkencave kompjuterike dhe inteligjencë artificiale në një universitet këtu në Shqipëri. Nine Hana është, do të thoja, një ndër gjërat më të bukura që më kanë ndodhur mua në jetë, sepse më ka bërë të lidhem më fort me jetën, me profesionin që unë dua të vazhdoj në të ardhmen, por edhe me pjesën e ndërtimit të komunitetit, me bërjen e një impakti në komunitet dhe për të patur sa më shumë mirëqenie në jetën tonë të përditshme. Nine Hana është një platformë digjitale e cila synon ndërtimin e një komuniteti virtual mes nënave dhe grave shtatzana. Gjithashtu ofron edhe shërbime të ndryshme për t'i suportuar gjatë dhe pas shtatzanisë. Pas Nine Hanës janë 3 goca, unë edhe 2 bashkëthemeluese të tjera, me të cilat për një viti tashmë ndajmë një rrugëtim shumë të vyer, ku mësojmë për njëra tjetrës dhe ndajmë eksperiencat me njëra tjetrën. Njëra prej tyre është Erika dhe tjetra është Sibora. Erika është studente e financës, ndërsa Sibora është inxhinieri kompjuterike. Që të dy ato janë vajza shumë pasionante për punën dhe janë një pikë kryesore për vazhdimin e Nine Hanës. Domethënë pa to, Nine Hana nuk do ishte si në çdo skuadër tjetër. Skuadra është gjëja më themelore e një startup e një biznesi. Adela, unë së pari do të pyesja sepse siç të thash pak më përpara që këtu në skuadër po më thoshin është nga Ninula, është Nina Nana, Nina Hana. Po. Hana. Dhe unë do të pyesja ku qëndron kjo diferenca e Nine Hana apo e Nine Hana? Atëherë shumë njerëz e konfuzojnë emrin. Kur kemi vendosur për emrin e Nine Hana, ka qenë 9 muajin e shtatzanisë, 9 hënat, fazat e ndryshme të shtatzanisë. Ama shumë njerëz e shqiptojnë Nine Hana dhe direkt feedbacku i tyre që i parë që japin thonë ngjan si Ninull, domethënë mund t'ja këndojnë fëmijëve Nine Hana, domethënë i tërheq shumë kjo pjesë. Edhe me thënë të drejtën edhe ne kemi përdorur pak këtë trikun për të tërhequr sa më shumë njerëz për të krijuar edhe një lidhje emocionale me emrin e Nine Hanës. Ti e përshkrove që skuadra juaj ka inxhinier softwareik, Po. ka ekspert të financës dhe juve të gjitha jeni të dedikuar për shëndetin e nënave dhe veçanërisht në një periudhë të rëndësishme të jetës së tyre, gjatë apo pas shtatzanisë. Si ndodhi kjo gjë? Unë personalisht duke parë vështirësitë që mami im ka hasur gjatë shtatzanisë me vllain dhe motrën time të vogël. Një nga pjesëtarët e tjera të skuadrës ka hasur vështirësi tek kushërira e saj. Domethënë kushërira e saj ja kishte shprehur të gjitha të overwhelming e shtatzanisë, domethënë çfarëdo që kishte hasur. Gjithashtu edhe shoqja tjetër e skuadrës kishte po të njëjtat rezerva, po të njëjtat sugjerime. Dhe tham, okay, ne jemi të vogla, por ne mund ta bëjmë një impakt real tek nëna shtatzana, të ndihmojmë ato, sepse në fundit edhe ne një ditë do bëhemi nëna, dhe pse jo të mos i krijojmë vetes tonë diçka që në të ardhmen ne mund të na suportojë. Si do ndihmoj platforma që juve po bëni Nine Hana? Si do t'i ndihmoj gratë shtatzana? Po. Apo gjatë apo pas shtatzanisë? Një ndër problematika që ne kemi vënë re gjatë bisedave me nënave ose gjatë pyetësorëve të ndryshëm që kemi bërë është që ato kanë ju mungon pjesa e komunitetit, ju mungon pjesa e lidhjes me nëna të tjera që kuptojnë problematikat e tyre, sepse kemi parë shumë njerëz nga zonat rurale kanë ardhur në qytet, nuk është më ajo afërsia e komunitetit që pyes gjyshen, pyes komshien ose pyes dikë që njeh. Dhe Nine Hana ka fokusin e saj tek ndërtimi i komunitetit, ku nënat mund të flasin me njëra tjetrën, të ndajnë problematikat e tyre, të presin sugjerime, sigurisht e monitoruar nga ekspert ose edhe nga vetë ne, për të mos hasur këto problematikat e çështjes së sigurisë dhe për të mos dhënë këshilla të rrezikshme ndonjëherë. Gjithashtu, shërbimet e tjera që Nine Hana ofron dhe do të ofrojë janë paketat nga biznese të ndryshme, të cilat ofrojnë shërbime të ndryshme në lidhje me shtatzanisë. Qofshin këto klasa prenatale ose klasa të tjera për përgatitjen e nënave shtatzana, por gjithashtu edhe shërbime self-care ose të kujdesit të shëndetit. Pra, fokusi do jetë kryesisht tek ato që janë shtatzana.
Po vajzat që do duan ta shmangin një shtatzani kanë mundësi që të përfitojnë nga Nine Hana apo Po sigurisht, sepse ato mund të pyesin nëna të tjera për këshilla se si domethënë se besoj se mund të ketë edhe nëna të tjera në pjesën e komunitetit, të cilat kanë pasur një shtatzani që nuk e kanë dëshiruar ose që kanë dashur që të mos ngelen shtatzan dhe çështje të tjera. Kështu që ato mund të ndajnë eksperiencat me njëra tjetrën dhe mund të ndihmojnë të marrin këshilla sa më të vyra për to. ti më the pak më parë që ne kemi filluar një podcast. Po, kemi filluar Do na tregosh pak për podcastin tuaj? Po, podcasti atëherë ka nisur shumë nga një ide shumë e thjeshtë, domethënë sigurisht ne duam që të arrijmë sa më shumë nëna dhe që të jemi në fazën e ndërtimit të komunitetit dhe mendoj se mënyra më e mirë për të ndërtuar komunitetin është ndarja e eksperiencave. Dhe për këtë arsye dhe podcasti në faqen tonë në Instagram, por gjithashtu edhe në YouTube, ndarja e eksperiencave të nënave të ndryshme, me backgrounde të ndryshme, qofshin biznesmene, qofshin nëna që kanë një punë 9-5 ose nëna që merren me punë të ndryshme. Ne jemi duke kërkuar nëna që të ftojnë në podcastin ton, ku nënat e tjera mund ta gjejnë veten e tyre lehtësisht. Të mos thonë, po kjo ka karrierë, ka burrin biznesmen ose ka kushte të tjera jetese. Ne kemi kërkuar që të gjejmë nëna sa më të thjeshta, të cilat të ndajnë eksperiencat e tyre reale dhe vërtet të kenë atë pjesën e impaktit tek nëna që i dëgjon. Ne jemi në episodin e 4 të podcastit momentalisht. Shumë faleminderit. Kemi parë një interesim shumë të madh të nënave për të dëgjuar ato, gjithashtu edhe nga komentet, na kanë shkruar nëpër komente që edhe unë kam pasur këtë problem ose madje edhe kanë rënë në kundërshtim që shikose, ajo çfarë ka thënë një nën në podcast nuk është e vërtetë ose gjëra të tilla. Kështu që na ndihmon edhe ne për të kuptuar më shumë se si nënat mendojnë, si funksionojnë, si përshtaten me ndarjen e mendimeve me njëra tjetrën. Dhe unë do të shkoj prapë tek skuadra. Juve keni pothuajse një vit që po punoni bashkë për të sjell platformën dhe për ta zhvilluar Nine Hana në formën më të mirë në, le të themi, në varësi të nevojave të grave. Si po shkon ky bashkëpunimi? Secila ka ato karakteristikat e veta që e veçojnë nga njëra tjetra normalisht. Siç ta përmenda edhe pak më parë, unë me njërin prej pjesëmarrësve të skuadrës jam shoqe që në kopësht. Por në momentin që pam bashkëthemeluesen tjetër, tham, na duhet një njeri energjik që të na shtyjë. Si Bora është shumë energjike, na shtyn për të bërë gjëra të reja, për të bërë më shumë, na ndihmon shumë. Nuk e di, domethënë janë vajza shumë të mrekullueshme që jam shumë e fat që ndaj eksperiencën. Por gjithashtu kemi patur edhe ne ato pikat tona të vështira. Ndonjëherë unë e kam të vështirë të komunikoj një diçka që dua, dhe ndonjëherë preferoj ta bëj edhe vetë. Edhe është pak kjo ndonjëherë pjesa e mungesës së komunikimit të gjërave, por jemi munduar t'i rregullojmë. Kemi vendosur që të bëjmë një weekly meeting, domethënë që të shprehim problematikat tona, domethënë është open doors, domethënë themi të gjitha ato kritika që kemi me njëra tjetrën për ta mbajtur atë harmoninë mes skuadrës. Okej, shumë bukur. Komunikimi është një nga elementet e rëndësishëm dhe skuadra vetë duhet të ndihet rehat me të gjithë pjesën tjetër. Po, detyrat i keni të ndara, si funksionon kjo skuadra juaj e vogël? Atëherë, detyrat i kemi pak mix, sepse, për shembull si Bora është tek pjesa e marketingut, Erika është pak më shumë tek pjesa e strategjisë, e zhvillimit të biznesit, unë jam tek product development, domethënë tek zhvillimi i produktit. Ndërhyjmë tek njëra tjetra, ama pjesa më kryesore është tek secila për punën që ka. Domethënë mund të japim mendimet tona, sugjerimet tona, dhe në fund vendosim një vendim të përbashkët i cili është më eficient për Nine Hana. Më juve jeni akoma në një komunikim intensiv me njëra tjetrën dhe vendimet i merrni bashkë. Ka patur ndonjë moment kritik për skuadrën? Momentin, siç të thash, është kjo pjesa e komunikimit. Ndonjëherë, siç e thash edhe më parë, unë e kam pak të pjesën e perfeksionit, për shembull. Domethënë, dua që ato gjërat që të nxjerrim në Instagram të jenë pak më perfekte. Ndërsa Erika thot, hidhni çfarë doni në Instagram, ne jemi në fazën e hulumtimit, e zgjerimit për të parë se ku nënat janë më shumë të fokusuara. Edhe janë ndonjëherë këto përplasjet mes njëra tjetrës për vendime të tilla. Ama kemi zgjidhur dhe besoj se jemi në rrugë të drejtë. Bukur. Ajo që më bën përshtypje është që unë kam fatin të kem ty sot këtu dhe të kem një startup që ka 3 bashkëthemeluese. Por ajo që ndodh shpeshherë, ne shikojmë individ që nisin një ide biznesi, që janë, le të themi, të krenar apo ndjen konfident që kjo është ajo që unë dua të bëj. Si e shikon këtë lidhje midis të kesh një biznes vetëm apo të kesh një skuadër?
Shiko, unë gjithmonë në fillimet e mia, domethënë se unë kam pasur edhe projekte të tjera, të cilat i kam menduar që mund t'i kthej në një biznesi. Të gjitha i kam nisur si skuadër, ama ndonjëherë kam pasur ato momentet e mia që kam thënë, do ishte më mirë që t'i bëja vetëm se mund të bëja çfarë të doja, domethënë nuk do humbisja kohë duke diskutuar me pjesëmarrësit e skuadrës për vendime të caktuara. Ama kam vënë re tek Nine Hana që kjo është gjë shumë e gabuar. Domethënë ndonjëherë jo gjithmonë, se varet nga personi, ama në momentin që je skuadër, ke më shumë ide, mëson se si të bashkëpunosh, sepse në fundit në jetë do bashkëpunosh me njerëz, do flasësh me njerëz dhe duhet të mësosh se si të sillesh me ta. Dhe skuadra ti mëson shumë këto gjëra. Domethënë të kesh një harmoni në skuadër është vërtet suksesi. Domethënë nëse ekziston harmonia në skuadër, ekziston suksesi i biznesit. Dhe unë personalisht do të zgjidhja gjithmonë skuadrën, sepse bashkëpunimi, idetë, sugjerimet, kritikat, gjitha janë shumë të vlefshme për persone. Okej, shumë faleminderit. Më vjen shumë mirë që ma tregove këtë. Nga e studim që është bërë për ekosistemin shqiptar, është evidentuar që ne kemi shumë solo entrepreneurs. Dhe më vjen shumë mirë që ti më shove shumë fort edhe na i listove të gjitha të mirat e skuadrës. Mbasi do ketë shumë të tjerë që do ta ndjekin podcastin tonë dhe do dëgjojnë me vëmendje se çfarë të mira mund të ketë edhe skuadra dhe pse ndonjëherë është të mirë që të kesh skuadër. Mua këtu më kujtohet një shprehje afrikane që thot nëse do që të shkosh shpejt, shko vetëm, po nëse do që të shkosh larg, ec me grupin, mbaj ritmin e grupit. Kështu që shumë faleminderit. Unë do doja tani të thosha, ti më thej që ne kemi këtë bashkëpunimin, harmonin, kemi një vit që punojmë bashkë. Kush është receta që juve jeni kaq të angazhuara dhe që po ecni kaq shpejt me Nine Hana? Atëherë, ne kemi marrë shumë pjesë në programe të ndryshme, akselerimi, mentorimi, nga të cilat kemi mësuar shumë. Shtyrja njëra tjetrës për mirë, domethënë, nëse shohim një aktivitet, them, okay, ky mund të na vlej për Nine Hana, mund të gjejmë gra atje, gra shtatzana, mund të gjejmë gjyshe, mund të gjejmë baballar, mund të gjejmë shumë njerëz. Edhe domethënë gjithmonë e shtym njëra tjetrën për aktivitetet. Juve synoni vetëm gra të komunitetit shqiptar apo mund të jenë gra edhe në gjithë botën? Okej. Atëherë fillimisht kemi gratë e komunitetit shqiptar. Domethënë jemi marrë pak me problematikat e Shqipërisë, por gjithashtu edhe pak me diasporën. Shqipëria fokusin kryesor e ka tek qendrat urbane për momentin, domethënë janë qendra që janë munduar që të japin zgjidhje problemet që nënat kanë, ama janë shumë të urbanizuara. Dhe ne kemi këtë qëllimin që të ftojmë edhe ato të zonave rurale, që të mos ndihen të braktisura, le të themi, dhe ta kenë atë aksesin në gjithçka që edhe nënat që jetojnë në zona urbane e kanë. Por sigurisht Nine Hana është një model i cili shumë mirë mund të replikohet, do thoja, në një shtet tjetër për të përshtatur me nevojat që ai shtet tjetër ka. Bukur. Nëse ti do takoje një sipërmarrëse të re apo dikë të ngjashme me ty që po mendon apo ka një ide biznesi, kush do ishte mesazhi yt për të? Atëherë do i thoja filloje, sepse jetojmë në një epokë ku është shumë e lehtë të bësh gjëra me zhvillimin e teknologjisë, me zhvillimin e inteligjencës artificiale. E ke aksesin në informacion kudo, mund ta gjesh shumë lehtë. Dhe thjesht do i thoja filloje dhe beso fort në idenë tënde, sepse ajo mund të transformohet, ama është ideja jote dhe kapu fort pas asaj. Thjesht filloje dhe vazhdoj, lere të rrjedhje. Shumë faleminderit. Doja të pyesja edhe cilët kanë qenë mbështetësit tuaj më të fortë dhe cilët kanë qenë ata skeptikët? Atëherë, mama tona, e të trejave ne, kanë qenë shumë mbështetëse. Domethënë, edhe kur hedhim një episod podcasti, edhe kur hedhim një post, edhe kur thjesht marrim pjesë në një mentorim, ato janë gjithmonë, domethënë, bravo, shkoni, si mund të ndihmoj, mund të japim këshilla ose gjëra të tjera. Dhe mund të them që ato kanë qenë mbështetëse, gjithashtu kemi edhe disa mentorë që janë duke na suportuar vullnetarisht, ama përbëjnë një thelb shumë kryesor për Nine Hanën, të cilët i falenderoj jashtëzakonisht shumë, sepse në fundit edhe ata na kanë shtyr për ta zhvilluar Nine Hanën më tej, sepse ndonjëherë ndjen edhe atë ndjenjën e, okay, ai ka besim tek ne nuk duhet ta zgënjejmë. Kështu që. Po ndonjë skeptik, keni hasur ndonjë skeptik ndërkohë? Po, madje ka edhe nëna skeptike ndërkohë. Domethënë, unë si mund t'i besoj platformës, si mund t'i besoj produktit tuaj, si mund t'i besoj juve që nuk keni eksperiencë tek në shtatzani, por gjithashtu edhe
edhe mentorë të tjerë, investitorë të tjerë, kanë qenë pak skeptik tek ideja, por gjithashtu ne kemi marrë ato këshilla, jemi munduar që ti përmirësojmë që t'ju japim atë sigurinë e duhur. Dhe në qoftë se ka gra që ne po na ndjekin tani në podcastin ton, ka gra që janë shtatzana apo post pas shtatzanisë, si do t'ju gjejnë? Atëherë, unë do ju thoja të na gjeni në faqen tonë të Instagramit, nainhana.ai, aty do të gjeni kontaktet e nevojshme, emailin, mund të na shkruani edhe thjesht në Instagram për një përshëtësim, nëse doni të bëheni pjesë e podcastit. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në kanalin tonë në YouTube, edhe në TikTok. Gjithashtu ne kemi lançuar një produkt shumë të thjeshtë të Nainhanës, nainhana.com, mund të shkoni atje dhe të shikoni disa feature dhe jemi të hapura për feedbackun tuaj. Keni juve partner për shembull këto kompanitë e sigurimit të shëndetit ose ku di unë qendrat konsultore, Po. keni ndonjë komunikim? Ne kemi një marrëdhënie partneriteti, domethënë kemi firmosur edhe disa dokumenta për bashkëpunim me Mami Care Albania. Mami Care është një qendër e cila ofron kurse të ndryshme për gra shtatzana, për nënat e reja, i ndihmon ato me informacion, me mami në shtëpi, me informacione nga më të ndryshme, me shërbime nga më të ndryshme. Gjithashtu jemi edhe në fazë bisedimesh me psikologë të ndryshëm, pasi psikologjia e nënës është shumë e rëndësishme dhe gjithashtu kemi edhe në plan të bisedojmë me disa doktorë të tjerë, ginekolog ose pediatër. Shumë suksese, edhe unë mezi pres që produkti nainhana.com të jetë në të gjitha faqet edhe ta shikojmë në këto autobusët që kalojnë, ku gratë të kenë mundësi që të kenë akses te kjo platformë. Po, sepse është vërtet shumë e rëndësishme mbështetja emocionale, psikologjike për nënat shtatzan. Shumë faleminderit Adela, shumë faleminderit që erdhe sot këtu në podcastin ton Shkëndi. Shkëndia juaj lidhet tamam me shkëndijën e jetës, sepse shtatzania dhe gratë janë ato që e sjellin jetën dhe e përçojnë më tutje, ku shumë e rëndësishme shëndeti i tyre dhe mirëqenia e tyre. Unë të uroj ty dhe bashkë themeluesve të tjera për shumë sukses në iniciativën që juve keni ndërmarrë.